Ndoshta jo të gjithë e njohin muzikën elektronike, nuk i njohin DJ-et. Megjithatë ka një atmosferë feste të madhe atje dhe mund të vinë edhe për një natë, apo jo, nuk ka nevojë të marrin bileta për 4 ditët. Njerëzit që gjërë vinë ta shijojnë eksperiencën e festivalit, sepse është një mundësi e mirë për të dëgjuar muzikë trendy, muzikë kualitative, si house, afro house, minimal, deep house, techno, dhe të shijojnë natyrën, të shijojnë plazhin, detin, rërën. Ardin, po flisnim për artistët e mëdhenj ndërkombëtar që vinë, megjithatë sa është e rëndësishme kur artistët lokal, i përmend edhe ti, bashkëpunojnë, bashkëveprojnë me artistët ndërkombëtar. Kjo është një shans i mirë edhe për artistët tanë, apo jo? Po shumë një shans e mirë, duke pasur parasysh ata kanë mundësi dhe janë gjithmonë pjesë e line-upit tonë, dhe ata kanë mundësi që të prezantojnë muzikën e tyre dhe të krijojnë ura lidhsa me organizatorë të ndryshëm nga gjithë bota, me artistë, duke kriju lidhje bashkëpunime për të luajtur edhe në tregun ndërkombëtar, kështu që ju sugjeroj që i shfrytëzojnë këto mundësi dhe këto lidhje, sepse është një mundësi e artë për të luajtur jashtë vendit, dhe kjo po ka efekte artistët tonë që përmes së numit janë duke luajtur në për vende të ndryshme të Evropës dhe botës.